Artizania korçare Natasha Çapa ka çelur ekspozitën e radhës duke sjellë para publikut një koleksion të pasur me piktura të qëndisura, punime me grep, çanta dhe krijime të tjera artizanale. Ekspozita pasqyron jo vetëm talentin e saj, por dhe dëshirën për të ruajtur e përcjell traditën e punimeve me dorë te brezat e rinj. Mos në pas vlera e Korçës, dua që të gjitha gratë të paktën të punojnë. Këtë radhë kam sjellë risi çantat, punimin e çantave, kam sjellë përsëri pikturat, që janë pjesa më e madhe e inkonave, duke filluar nga zonja Shërmëri, nga Zoti Krisht, nga darka mistike. Ekspozita vlerësojnë, sepse unë para 2 javësh isha në Tiranë, që hapa ekspozitën midis artistëve të tjerë që ishin atje, dhe ardhën grupe të mëdha tuajsh. Pyesnin kush i ka bërë këto dhe si janë punuar me thasët. Pikturat e qëndisura, të cilat zënë vendin kryesor në ekspozit, janë ndërpunimet më të veçanta, të cilat janë vlerësuar nga vizitorët e ekspozitës. Është e veçantë në punimet e saj sepse ka kohë që merret me këtë aktivitet. Ajo shpreh artin atje brenda në to, ndjesinë e brendshme, emocionin që ka për artin, për pikturën, për vendosin e kolorit në të gjitha, për dëshirën çfarë duhet të bëj. Shumë të bukura ishin, i lumshin duart. Mot akoma më shumë. Edhe ato që qenë të punuara me grepe, dhe ato me gjilferë, edhe të gjitha ato me kryqë. Kjo është ekspozita e tretë personale e artizanes korçare, e cila prej vitesh merr pjesë edhe në panaire të ndryshme artizanale, duke promovuar vlerat e punimeve tradicionale dhe mjeshtërinë e krijuar me dorë.